Denoncimet në Komisariatin Digjital nga Shkodra mbajnë vendin e parë në nivel republika. Nga burimet policisë mësohet se vetëm për muajin mars nga kryeqendra e Veriut janë bërë 1400 denoncime për raste të ndryshme të shkeljeve dhe kryesisht në sektorin e qarkullimit rrugor. Ndërsa ajo që është e çuditshme është se Tirana gjatë muajit mars ka pasur afërsisht rreth 800 denoncime. Denoncimet përmes Komisariatit Digjital, të cilat u gjykua se do jepnin zgjidhje të problematikave nga informacionet brenda policisë, mësohet se kanë vënë në vështirësi forcat e rendit në kryerjen e punës. Kjo për shkak të rasteve abuzuese që shpeshherë bëhen. Sipas policisë së Shkodrës, rastet kur më së shpeshti denoncohen përmes Komisariatit Digjital janë parkimet e paligjshme, ku në të shumtën e rasteve automjetet largohen nga vendi denoncimet. Më të paktat raste janë ato të denoncimit të ndërtimeve pa leja apo edhe të konflikteve, ndërsa pas denoncimit parkimeve të paligjshme janë edhe prishja e rendit dhe qetësisë publike. Nga ana tjetër, mësohet se përmes Komisariatit Digjital në drejtorinë e Shkodrës nuk ka patur denoncime për korrupsion, qoftë për punonjës të policisë, qoftë edhe për zyrtar të tjerë. Nga ana tjetër, mësohet se heqja e 15 efektive të policisë të qarkullimit rrugor nga puna nuk do të zëvendësohen me oficer të rinj, pavarësisht se aktualisht në Shkodër janë 8 efektiv të qarkullimit dhe situata në rrugët e qytetit në prag edhe të sezonit turistik sa vjen dhe rëndohet më shumë.